Gazeta e njohur greke Protothema ka publikuar një artikull të gjatë kushtuar prej ardhjes së heroit ton kombëtar Skënderbeut. Artikulli mban titullin Sa shqiptar ishte Gjergj Kastrioti apo Skënderbeu? Çfarë fshe varri e harkuar në manastirin e Çilandarit në malin Athos? Ai është i mbushur me një sër të dhënash të njëanshme, pasi duke konsideruar epirin grek dhe duke qenë se Skënderbeu ka pasur edhe epitetin mbreti i epirit, edhe ai konsiderohet grek. Sipas artikullit, Skënderbeu ishte ortodoks dhe fliste greqisht. Një tjetër pretendim është se për të nuk ka këngë të vjetra në gjuhën shqipe. Më pas thuhet se njëri nga vëllezërit e Skënderbeut, Reposhi, u bë murg dhe jetoi në malin Athos. Në atë zonë ekziston një vend që quhet Kulla e Shqiptarit dhe besohet se u ble nga ajati i Skënderbeut, Gjoni, dhe ku ai u varros së bashku me djalin e tij murg. Debati mbi sa shqiptar ishte Skënderbeu pasqyron mungesën e një vetdije kombëtare në shekullin e 15. Megjithatë, veprimtaria e tij ushtarake dhe politike në territoret shqiptare ka bërë figurën qendrore të identitetit kombëtar shqiptar, pavarësisht polemikave historike që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Mirpo, siç thekson në artikullin e saj provokativ, gazeta greke, së fundmi historiani i madh Pavlos Kallolidis shkoi në Itali dhe takoi pasardhës të Kastriotit. Ata e quajnë veten grek, janë ortodoks fanatik dhe qendra e tyre kryesore në Sicili quhet Piana de Greci, vendi i grekëve. Në fakt ajo quhet Piana de Albanesi, plaja e shqiptarëve.